Nga njëherë jeta gjason me legjendë. Jeta i Jasharajve është legjendë. Çdo varr këtu është rrëfim legjende. Ndërsa të gjithë së bashku janë një monument i veçantë i historikut ton që na bën të mendojmë. A mund ta do dikush më tepër Kosovën? A mund ta do dikush më tepër atë dheun? A njihen sakrifica më të mëdha? Këta që prejnë këto varre dhe ata që mbetën të gjallë janë dëshmi e një legjende e cila përgjithmonë do të kujtohet nga një popull që aq shumë e deshti lirinë dhe sakrifikoi edhe në këtë mënyrë për të bërë legjendë, për të mbetur legjendë. Një rënje lasht për 3 breza u zgjate hollë. Lulëzoi, u shtua dhe u shumua si për kobë. Shaban dhe Zahide Jashari patën 14 fëmijë për t'i rritur 8. Havën, Rifatin, Hamzën, Zylen, Ademin, Qamilën dhe Halimen. Kjo familje ishte ndër më të pasurat në Drenicë. Toka, mali dhe bagtia ishin pasuria dhe malli që u trashëgua nga brezi në brez. Ndërsa kullat e tyre diçka që shtonte madhështinë e prekazit dhe të tërë Drenicës. Një plak të krusur me shumë vite të ngjeshura e që lan gjurmë në shtatin dhe vijat e fytyrës së saj, takuam në hyrjet prekazit. Keni ardhur të na vizitoni? Morbi, e kujtoj si sot lindjen Ademit. Ishte ai gëzim i madh. Për gjenerata të tëra kjo shtëpi nuk ishte patur 3 mashkuj në shtëpi. Dhe vazhdoi ajo rrugën e saj e thellua në mendime. Adem Jashari lindi me 28 nëntor. Ishte thua rastësi që djali më i vogël i Shaban Jasharit të lindte pikërisht në ditën e flamurit. Do të bëhem më trim sa Zembeta. Do t'ja kaloj 7 herë për trimëri, i fliste ndërgjegje e tij. Do të vdes nga plumbi, thoshte për herë. Ashtu edhe u bë. Por nuk u vra me një plumb. U desh një armatë të ushtarësh me 10 tanksa me mira plumba, ta mposhti një jetë që me vete mori edhe 20 antarë të familjes së ngushtë e 30 të tjerë të farefisit më të gjerë. Sa herë që rrezikohet liria, njeriu duhet kujtoj Drenicën. Sa herë që na kaplon dobësia njerëzore, duhet marrim fuqinë nga dheu i drerrave. Sa herë përgjunjemi, likshtohemi si shqiptar, na pret një trull i shejt që na ndihmon të ngrihemi përsëri në këmbë e të shohim nga drita. Se Drenica Jashareve është drita e lirisë kosovare, dritë e përtritjes shqiptare, shkruan Daud Gomeni, historian nga Shqipëria. Rrëthimi i parë i familjes Jashari nga ushtria dhe 3 vëllezërit, Rifati, Hamza dhe Ademi, ishin në shtëpi. Kërkohej dorëzimi i Ademit. Që të 3 qanë rrëthimin, lanë disa policë të plagosur dhe nga atëherë ata nuk ishin të vetëm. Këtu zëfill ushtria çlirimtare e Kosovës. Për të mposhtur këtë familje dhe këtë troll të lashtë nuk hoqi dorë Serbia. U bë edhe rrëthimi i dytë i kësaj familje, më 22 janar të vitit 1998. Atë natë Ademi nuk ishte në shtëpi.
Ushtria dhe policia u tërhoq, por mbetën të plagosura Selvetja dhe Iliriana. Megjithatë, këto shtëpia dhe ky troll mbetën në mbikëqyrjen e ushtrisë, të policisë dhe kriminalëve serb, duke pritur momentin për t'i shfarosur. Ky bunker u marru në vitin 1992 me urdhën të Adem Jasharit, komandantit legjendar, megjithse e ka pas vëzhgim mas i dul pe natëni se shtu ndash mal, ndash kaçak, që shi vjen aty sa thonë, për me vëzhgue. Këtë bunker e ka marrue Hamza Jashari me dorë vet. Luli me mos Jasharin e kanë qelë. Une, si antari familjes, kum pas dëshirë me strehue edhe me ditë kur janë të me apru një kafshat bukë dhe ujë. Pas sulmit të natës njëshës, pas shumë vend qëndrimeve të Adem Jasharit me shokët e tij nëpër Kosovë, biles edhe matan kufinin në Shqipëri, një pikë strehimore ose një pikë vëzhgimi ishte mu edhe ky bunker në këtë pyll këtu. Ky ka qenë për arsye se është një pikë strategjike që prej këtij bunkeri vrejet e tërë lagja ku vëzhgohet, sidomos është përdor për ditën. Sepse natën në shumicën e kohës edhe Ademi dhe shokët e tij kanë qëndruar në kull dhe në shtëpi, po ka qenë një pikë vëzhgimi për ditën ku është vëzhgu e tërë lagja. Është një pozicion që shihet dhe vështirë që të kuptohet se është një bunker i tillë. Nga ana tjetër, një makineri e tërë e ushtrisë, policisë dhe kriminalëve të Serbisë, nga pyrgu i fabrikës së municionit, kishte edhe më tutje mbikëqyrjen e familjes së Jasharajve, por edhe të tërë lagjes, dhe si bisha që ishin pritnin momentin të vepronin. Hakmarrja e makinerisë serbe dhe kriminalëve të Serbisë ishte e rëndë dhe e pamshirshme. Lufta dhe mbrojtja e pragut të shtëpisë vazhdoi për 3 ditë me radhë. Mbijetoi besarta dhe bashkimi. Kur na ndodhi rasti, Baçi Adem ka këndu, edhe fjalët e fundit me kujtohen kur na tha se mos u totne, se këta do të shkojnë edhe na do të pështojnë. Po, ne kam qenë këto. Isha me të gjithë familjen, me nënën, me migjen, me motrat, me vllazrit, me gratë të migjes, me fëmijën e migjes. Unë këtu kam qenë kur i kam vra, dhe në këtë dalje kur me kanë marrë shkijet, unë këtë dalje kam dalë. Lufta dhe qëndresa e kësaj familje heroike u bë sinonimi të qëndresës shqiptare. Lëvizi për moment